me këtë pikë unë edhe publikisht e kam deklaruar dhe më parë që ka nevojë të ndryshohet kufiri monetar dhe duhet të ndryshohet, të rritet ky kufir monetar. 500 euro është një vlerë simbolike dhe jam plotësisht dakord me ju që nuk ishte qëllimi i krijimit të prokurisë së posaçme e hetimin e vepra penale me natyrë korruptive në këtë nivel, në këtë kufir monetar prej 500 eurosh apo 50.000 lekësh. Patjetër, SPA është krijuar për të ndjekur rastet e korrupsionit të madh dhe subjekte të profilit të lartë. Kur është bërë arrestimi nga ne? Arrestimi nga e SBT-s, jo. Të gjithë të lishme nga gjykata pra masë ose pas kemi raste. Kemi raste të drogës. Në policisht. Sistemi të gjykata. Por masa të sigurimit prezume nga detyrat të punonjës të shtetëror, se unë kryesisht nga punonjës shtetëror, nga administrata shtetërore, nivel të lartë. Por, prezume nga detyrat ishte më pak masa, a do ishte përfitendës, rritja ekonomik, të bëjnë në rritja në të Tani, ekzekutimin e masave të sigurimit përgjithsisht bëhet nga policia e shtetit. Ne me policinë e shtetit bashkëpunojmë dhe ata janë pjesë e pandashme edhe e timeve, por sidomos në fazës së ekzekutimit të masave të sigurimit. Tani mund të ketë ndodhur që bashkë me policinë e shtetit janë angazhuar në raste shumë të ralla edhe hetues të byros kombëtare të hetimit në ekzekutimin e masave të sigurimit. Por përgjithsisht ata që ekzekutojnë masat e sigurimit janë oficerët e policisë gjyqësore të drejtorisë policisë shtetit apo të drejtorive rajonale. Gjithashtu po ata janë që bëjnë edhe arrestimet në flagrancë, kur ka raste arrestime në flagrancë. Se i takon llojit të masave të sigurimit, ju thatë që aty ne jemi të treguar të qartë, kemi bërë një panoramë të plotë të llojit të masave të sigurimit të aplikuara, por edhe pezullimi i ushtrimit një detyrë apo një funksioni publik është një ndër llojet e masave të aplikuara prej në 4 raste. Duhet të kuptojmë specifik, sepse kjo kategori, kjo lloj mase sigurimi ka disa rrethana të veçanta, komplet të ndryshme nga llojet e tjera të masave të sigurimit për t'u aplikuar. Por nga ana tjetër, ne nuk është mëshuar fatkeqësisht edhe shumë edhe në fjalën time, por numri i personave që janë hetuar pa masë sigurimi në gjendje të tillë nga ana e prokurisë së posaçme, që shkon mbi 40%. 246 persona gjatë vitit 2024 janë hetuar pa masë sigurimi. Jemi të kushtëzuar në caktimin e masave të sigurimit edhe sidomos për vepra penale që ka bënë me krimin e organizuar. Siç e dini, subjektet kjo kategori subjektes paraqesin rrezikshmëri shoqërore të madhe dhe jemi të kushtëzuar në aplikimin e masës sigurimit arrest në burg për këtë kategori subjekte. Sa i takon subjekteve që janë hetuar për vepra penale të korrupsionit, shkelje barazisë tendera apo shpërdorim detyret, siç del qartë numri i atyre të cilët janë hetuar në masën e sigurimit të arrest në burg është shumë i vogël në raport me numrin e përgjithshëm 31 persona. Flas për gjitha veprat penale, korrupsion, shpërdorim detyre, shkelje barazisë në tendera, vepra penale të kryera nga funksion
funksionar publik. Dhe janë 31 persona të cilët janë hetuar në masën e sigurimit të arrest në Burg. Përpiqemi të jemi të kujdesshëm në kërkesë kur ne i drejtohemi gjykatës në kërkesat për caktim masë sigurimi, të vlerësojmë gjithë kriteret dhe kushtet që parashikohen në 278, 279, 230 dhe më tej dhe tek lloji masës sigurimit konkrete. Prokurorët janë treguar të kujdesshëm duke bazuar dhe janë bazuar në parashikimet ligjore në kërkesat e tyre për llojin e masës së sigurimit. Faleminderit.